12/8/2025. Konstatoj prezencën e pjesëmarrësve të seancë. Mundon prokurori apel. Mbrojtësia e pandehurit Miloš Pesković ka parashtruar ankesë për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të kodit të procedurës penale, për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, zbatimit të gabuar të drejtës penale dhe vendimit të gabuar për shumën e gjokës. Pretendimet ankimore janë disa, një mori prej tyre, po mundohem t'i përmbledhit disa me që nëse është edhe mbrojtja këtu, dhe besoj që do t'ja elaboroj edhe atë. Për shkak të shkeljes së prezumimit të pafajësisë dhe palimit in dubio pro reo, për shkak të shkeljes së detyrimit të përgjithshëm për të vërtetuar faktet e plota dhe të sakta, për shkak të mungesës së arsyetimit të aktgjykimit dhe mungesës së besimit të besueshmërisë së prova kontradiktore, shkeljes së parimit të drejt për drejt dhe mbështetjes në dëshmi indirekte të pavarifikuara, për shkak të mungesës së arsyetimit të aktgjykimit, shkeljes së drejtës së mbrojtjes gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve, konkretisht kufizimin të drejtës për të marrë në pyetje dëshmitarin Isa Berisha, Gjengar Cana, Berber Duçaj, si dhe parandalimi marrjes në pyetje efektive të dëshmitarit anonim F. Nishi. Shkelja drejtës së mbrojtje, mohimi i përfshirjes në proces verbal të dëshmive të dëshmitares Milije Daçaj. Shkelja drejtës për mbrojtje, ku gjykata nuk veproi sipas propozimit për nxjerrje të provave të reja sipas propozimit të mbrojtjes. Për vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike, dhe të gjitha ato dhe pretendime tjera të cilat i ka parashtruar me propozim që aktgjykimi i gjykatës themelore të departamentit special të aprovohet ankesa e mbrojtjes, do të aktgjykimi të kthehet në rivendosje, dhe të pandehurit të lirohet nga akuza për veprën penale sipas linjës 142 të kodit penal të Republikës Federative të Jugosllavisë, për shkak se nuk ka prova që vërtetojnë për të dyshimit të arsyeshëm se ai të vërtetë ka kryer veprën penale për të cilën akuzuar, ose që aktgjykimi të anullohet, dhe çështja të kthehet edhe një herë në rivendosje. Po ashtu, ka propozuar që gjykata e apelit me një vendim të veçantë të përfundojë edhe parapërkimet të akuzuarit në përputhje me nenën 403 paragrafi 5 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Prokurori Çështjes ka parashtruar përgjigje me ankesën që ka akuzuar mbrojtja, i cili i kundërshton të gjitha pretendimet e mbrojtjes dhe i propozon gjykatës së apelit që ankesa e mbrojtësit të pandehurit Miloš Pesković, avokatës Jovana Filipović të refuzohet si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi me numër PS 54/2024 i Departamentit Special Gjykatës Themelore të Shqipërisë të vërtetuar. Po ashtu, edhe prokuroria e apelit ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Miloš Pesković dhe të trajtohet si e bazuar përgjigjja në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit Miloš Pesković. Po duke marrë parasysh se ky proces gjyqësor ka gjatur shumë, konsiderojmë se aktgjykimi i shkallës parë është i përpiluar në mënyrë të urtë dhe ka përmbajtur arsyetim mbi faktet vendimtare të kësaj çështje penale. Aq më tepër sa i përket vërtetimit të gjendjes faktike, këtu është vërtetuar identiteti i kryesit të veprës penale. Kjo si nga aspekti i dëshmisë, nga dëshmia e dëshmitarit anonim F-ni, po ashtu nga dëshmitarët dhe këtu si palë të dëmtuar, të cilët kanë përshkruar paraprakisht karakteristikat tipologjie fizike, Në shpesupët se ka përkthim. të cilët kanë përshkruar karakteristikat tipologjike të personit se a mund të jetë si veprës penale, gjë që kjo është vërtetuar nga dëshmit e palëve, të cilët kanë qelluar, si të cilët këtu dëshmitari, këtu si palë të dëmtuar që kanë Cana, ka qelluar në ditën kritike në mal pa bëhet fjalë për Potok, ku janë ekzekutuar 3 viktima civil shqiptar, këtu vjen të zonjës Mirije. Ky dëshmitar tregon bukur se ka Ky dëshmitar e tregon qartë se sa veta kanë qenë atë ditë në mal, kush ka qenë miki dhe ka përshkruar fizionominë dhe grupin se kush janë ata. Duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me viktima civil shqiptar,
pra zonjës Mirie këtu ja kanë djegur shtëpinë sepse 2 djemë të ri binjak në moshë fare të ri kanë humbur jetën dhe janë ekzekutuar në mënyrë barbare, pasi që edhe përjetimet dhe vojtet janë riprodhuar edhe një në seancë. Ne konsiderojmë se dënimi i shqiptuar nga gjykata e shkallës parë, një dënim për 15 vite është i vogël. Pasi që ligji i fushën federal Jugosllavisë për krime lufte, dënimi e maksimumit për këto vepra penale e parashit deri në 20 vjet. Ne kërkojmë nga gjykata themelore, gjykata e departamentit special e apel, që duke marrë parasysh këto rrethana dhe fakte, ti akuzuar të shqiptohet një dënim kapital, këtu si dënimi prej 15 vite burgim. Mbrojtësi. Po, andaj përfund, i propozoj kolegjit të departamentit special për krime lufte që të refuzohet ankesa e avokatës si mbrojtëse e të akuzuar, pasi që një ankesë tjetër është e pabasë dhe nuk korrespondon me provat të shtjellura dhe të administruar në gjykimin e shkallës parë. Une, një 40 jam i leq, 24 vjetë i kanë mos. Edhe une e kom shkrut për jetë në borë, që mi kam me 8 jetë, që mi kam me, ka ma po, marjen konë, nuk o konë, kam shku për për një pata, për kushi. Kima tjetër që u konë me vlasnis. Po. Mirë, ato e keni thonë në gjykatën e shkollës parë? Une për tjetë të një. Na kërkojmë dënim për jetë që. Na kërkom dënim për jetë. Une kurse një marë fete, une kom thonë për jetë dënimin. Mirë, rregull, Miria, ato që keni thonë në gjykatën e shkollës parë janë konstatuar secila në procedurën, kështu që dëshmia jote për ato ngjarjet edhe faktet që keni thonë ju janë përshkruar në procedurën, ne do të shqyrtojmë ato. Çka keni thonë ju edhe shpëtar tjetër, vazhdojmë. Bashkim. Ma shumë që me zënuar për jetë. Rregull? Bashkim ka spati, bashkim? E ke dëgju përfaqësuesin që a ke diçka më shtu? Jo, nuk ke diçka më shtu. Ulo? Mirë, përfaqësuesi Gën Gjini? Gën, a ke diçka? Unë nuk kam, që më shtu veç bajtona me ato fjallë që janë thonë. Që tha avokati. U njega puco. Mësim janë mësim provë. On je u puco, u njega. Ka gjujt këto me rrë. Vetëm diçka. Puco u njega. Treba njema, do gjithë të zapër. Schengen. Vetëm diçka. Oj, Ljudna, avokat. Era e fundit të shëravën. Zato puco u njega. Jali. Jali, era e fundit që reagon. Në pa. E drejta mi paraqit pretendimet. Sud uopšte nije konstatovao niti bilo kako obrazložio činjenicu koju su potvrdili i sam Džengel, i Svedok Zicana, i Mihledače, a to je da je Miloš i posle tog 1. septembra obilazio svoju babu koja je živela u tom naselju, šetajući, kako je to rekao Ferzicana, ruku pod ruku sa svojim ženom. A zašto bi neko svoj život i život tada njegove trudne supruge stavio na kocku, šetajući se u naselju gde je ubio 3 ljudi, gde zna da je jedan pobegao i da može da kaže drugima,
edhe mund të tregu të tjerëve. I on tako šeta slobodno svakog dana po tom nasilju gde žive Albanci. Nuk përgatet. Ja vas nisam prekidala, molim vas. Që jam provat reja. Nuk jam provat reja, nuk shkesat lëndës. Pa da su bili, Miloš je tad imao 19 godina. Miloš atëherë ka pas 19 vjet. U trenutku kada se ovo desilo, on je bio na odsluženju kazne. Në momentin kur ka ndodhur kjo, ka qenë në mbartje të dënimit. Nije bio pripadnik ni vojske ni policije. Nuk ka qenë as pripadnik policisë, Uredno je posećivao Prizren i neposredno nakon tog događaja i do sada. Deri tash gjithkanë ka Objavljivao je fotografije na svom Facebook nalogu ka qitën foto në Facebookun e tij. i vidjet ćete komentari su od mnogih Albanaca iz Prizrena. Nikoga nikad nije upro prstom u njega. Sve do trenutka deri në atë moment kur s'ka folë për to. dok nije imao pravni problem pred sudom državac. Deri atë kur e ka pas I molim vas da sve spise predmete. Milan në Gračanic. Razmotrite pažljivo i da ne dozvolite da se desi još jedan zločin, Me kujtes jer osuditi nekog na neku kaznu zatvora za koju sigurno nije kriv je podjednako jednak zločin. Ja vas molim da presudu donesete u skladu sa zakonom, sa pravdom i sa istinom. Hvala. E ke dëgjuar avokatën? A ke diçka tjetër më shtu? Sa se kemi shtu? Qatë se nuk kemi kohën tjera prezente. Vendimin e kësaj gjykate do ta marrim përmes gjykatës shkollës së parë në apotenar shtushëm. Kështu që jeni të lirë, sonse ka punduar ora 11:07. Jeni të lirë dhe mirë.